Mirë se erdhët të dashur Gjeresha në Letra Trefenj. Jam Diana dhe do bëj lecimin e juaj të radhës. Rendi i parë është i fokusuar për ekonomi, para, punë, karrierë dhe kështu me radhë. Radha e dytë është për dashuri dhe i kam darë në dashuritë në 3 letra ata që janë në lidhje, që mund të lidhen absolutisht me të gjitha, për beqarët dhe për ata që duan një ribashkim. Të dashur Gjeresha, kjo është një nga ato shtrije që në pamje të parë duket pak kontradiktore. Nga njëra anë shohim stabilitet, rritje dhe mundësi të bukura, nga ana tjetër shohim lodhje, zhgënjim dhe largim nga diçka që nuk po i mbush më shpirtin. Por pikërisht këtu, apo aty qëndron mesazhi i këtyre letrave. Jo çdo gjë që largohet nga jeta juaj është humbje, Gjeresh. Disa gjëra largohen sepse kanë përfunduar misionin e tyre. Dhe shumë Gjeresha duken sikur po hynë në një periudhë ku do të kuptojnë qartë se çfarë duhet mbajtur dhe çfarë duhet lënë pas. Puna dhe karriera të dashur Gjeresha është mbretëresha e monedhës. Gjithçka fillon me mbretëreshën e monedhës, pra. Kjo është energjia e juaj natyrale, kjo pasqyron dhe Gjereshën, praktike, e zgjuar, e organizuar me këmbë në tokë. Duket sikur për një kohë të gjatë keni qenë personi që ka mbajtur gjërat në këmbë, ta them kështu. Kur të tjerë panikoheshin, ju bënit plane. Kur të tjerë ankoheshin, ju kërkonit zgjidhje. Dhe deri tani kjo fillon të jap frute, të dashur, jep frute. Në punë shoh respekt. Shoh njerëz që fillojnë ta kuptojnë më mirë vlerën tuaj. Për disa mund të jetë një ofertë, për disa më shumë përgjegjësi, për disa thjesht siguria që kanë kërkuar prej kohësh. 5 të monedhës, kjo më tregon se shumë prej jush të dashur Gjeresha kanë kaluar se po dalin nga një periudhë ku janë ndjerë vërtet të pasigurt. Ndoshta financiarisht, ndoshta profesionalisht, apo emocionalisht në lidhje me punën. Disa mund të kenë menduar, po sikur të mos ja dalë, po sikur të mos mjaftojnë, po sikur të mos ketë rrugdalje. Por ajo që njerëzit harrojnë te kjo letër është se ndihma ekziston. Tani ta them kështu në mënyrë, janë 2 persona këtu po rinë, kanë ftohtë dhe kanë uri, por shikoni atë dritar aty që është, që mund të kërkojnë ndihmë, apo që ka mundësi për të dalë nga ky problem. Pra, problemi është se shpesh krenaria nuk na lë ta kërkojmë. Kjo periudhë kërkon të mos mbani gjithçka vetëm mbi supe, sepse edhe njeriu më i fortë lodhet Gjeresh. Këtë s'duhet haruar. 8 të kupës, dhe këtu del arsyeja pse këto letra dolën bashkë. 8 kupat flet për largim, jo domosdoshmërisht largim fizik, por largim nga diçka që nuk ju plotson më. Për disa mund të jetë një punë që nuk ju motivon, një projekt që nuk po jep rezultate, apo një mënyrë e vjetër të menduarit, ose një situatë që po ju merr energji pa ju dhënë asgjë mbrapsht. Kjo letër thotë: mos qëndro diku vetëm sepse ke investuar kohë. Ndonjëherë guximi më i madh nuk është të qëndrosh, është të largohesh. Në përgjithësi, puna dhe ekonomia duken si një periudhë ku po mbyllet një derë për t'u hapur një tjetër shumë më e mirë. Kalojmë në dashuri të dashur Gjeresha dhe kanë perëndoreshën. Për ata që janë në lidhje, perëndoresha është një bekim. Bekim apo letrës së dashurisë që rritet, kujdesit, afërsisë, butësisë. Nëse ka pasur tensione në lidhje, kjo periudhë sjell më shumë ngrohtësi. Nëse ka pasur distancë, sjell më shumë afrim. Kjo është energjia e 2 njerëzve që nuk mendojnë vetëm për sot, por edhe për të ardhmen. Për disa çifte mund të ketë plane serioze, bashkëjetesës, zgjerim të familjes, ose thjesht një ndjenjë më të fortë sigurie. Kjo është një nga letrat më të bukura që mund të dilte në këtë pozicion. Faqja e monedhës. Për beqarët del faqja e monedhës.
Dhe kjo është shumë ndryshe nga energjitë e zjarrta apo dramatike. Kjo flet për diçka që fillon ngadalë. Një njohje që lind natyrshëm, një person serioz, një njeri që nuk ju premton hënën ditën e parë, por që tregon interes dhe veprime. Dhe sinqerisht, virgjëresha, kjo është pikërisht ajo që shumë virgjëresha kanë nevojë. Sepse fjalët e bukura janë të këndshme, por faturat nuk paguhen me poezi. Apo jo. Kjo letë tregon që dikë që kërkon diçka reale dhe të qëndrueshme, të dashur virgjëreshë. Strength, që është guximi, forca. Për ata që mendojnë ribashkim, del forca. Dhe kjo nuk është letër që flet për ndjenja të dobta. Përkundazi, tregon se ende ekziston një lidhje fortë. Por gjithashtu tregon se kjo situatë kërkon pjekuri virgjëresh. Kërkon kontroll të egos, cili do nga ju ta ketë. Sepse ndonjëherë dy njerëzit duan njëri tjetrin, por krenaria ulet në mes si roje kufiri. Për shumë për jush ka potencial për afrim, por jo përmes presionit, jo përmes insistimit, përmes qetësisë dhe maturisë. Këto letra të dashur virgjëresh tregojnë dikë që po lë pas një kapitull që nuk po jep të matë që meritoni. Në punë dhe ekonomi ka mundësi reale për stabilitet dhe përmirësim por vetëm nëse guxojnë të largohen nga ajo që nuk po funksionon më. Në dashuri energjia është shumë e bukur. Perëndoresha sjell rritje, faqja e monedhës sjell fillime serioze dhe forca sjell qëndrueshmëri dhe pjekuri. Mos e mat jetën nga ajo që po humbet. Mate nga ajo që po fiton duke lënë pas. Disa dyer po mbyllen sepse nuk të çojnë më askund. Dhe ajo që po vjen duket shumë më e qëndrueshme, më e shëndetshme dhe më e përshtatshme për versionin e ri të vetes që po bëhesh, të dashur virgjëresh.